Ka nisur me gol ndeshja mes Adriatikut dhe Basanjes, ndeshje e luajtur në kompleksin sportiv internacional të Peshelmes, ku me golin e shënuar në 10 minutëshin e parë nga vendasit, Adriatiki jep sinjal Basanjes që nuk është ai që i mundi pak ditë më parë për kupë. Dhe në fakt ashtu ndolli, sepse edhe minutat në vijim Adriatik performon mirë në fushë, madje pasi mbyll pjesën e parë me avantazhin 1-0 me gol të Hasanit. 2 minuta nga fillimi i fraksionit të dytë shënon përsëri, këtë herë me autor Kanapari, duke thedhuar avantazhin në 2-0. Me mungesa të disa titullarëve për arsye dëmtimit, trajneri Haxhi Osmanović aktivizon në formacion kolegun e tij zëvendës trajner Mario Kola, i cili me përvojën dhe energji jep moral skuadrës, duke rritur lojën sulmuese dhe ushtruar presion tek kundërshtari. Si rezultat i këtij presioni vjen penalltia dhënë favor Basanjas, që fatkeqësisht zhuajtjen e Xhinit e pret portieri vendas. Bushatësit nuk dekurajohen, ku edhe pse kanë ankesa të shumta për gjykimin, vazhdojnë presionin në portën kundërshtare dhe përmes Milës shënojnë 2 herë, fillimisht në të 74-ën dhe në limitin e ndeshjes së të 95-ën, duke regjistruar një barazim dramatik. Nuk kanë as pak rëndësi kur nuk merr rezultatin si don fol. Është knatësi e shkurt, marrën shpejt po në funduan 3 pikë. Na gëzon, por mund ta evitoshim. Mund bëheshim më mirë se kaq. Formacione, ndrime, xhane, jena alo besoj unë jena alo tu konsolidu. I kena ato mungesa, po do është justifiku. I kishim 2-3 mungesa, po prap edhe me ata mungesa mund ta menaxhoshim më mirë. Kur me këtë rezultat jam shumë i kënaqur. Pa smo izgubili jednog igrača, Se kena humbur edhe një lojtar mangut, ali isto sam razočaran. gjithsesi jam i kënaqur. Me këtë ekip dash me fitu 4-5 diferencë gola. Ali imamo još jedan Po, problem. e kena një problem thot. Taman malo napravimo skvadru, Duhet i fije me përgatit skuadrën, onda se neko povrijedi, dikush janë vram, fali od igrača, ne mogu da igraju. I disa onda lojtar nuk janë gjanje për me opet lyt, moramo da pravimo ekip. po duhet me përgatit për ekipin thash. Nuk na nxori të kënaqur dhe nuk e pranoj as pak si rezultat. Do të thonë ndonë se ne kishim 3-4 mungesa të rëndësishme, por prap ndeshja ishte për të fituar dhe duhet fitu. Por kur luan përballë një skuadër kundërshtare dhe përballë ke edhe 3 arbitrat, ajo pastaj gjithçka bëhet shumë e vështirë. Edhe kështu që barazimi ishte rezultati i arbitrimit dhe jo i fushës së lojës.